unë i tham përshëndetje, mirë se erdhe, një kafe me Labin. Para se me fillu biseden, unë kësha dash me shiku videoklipin, i cili vjen sot tek emisioni Një kafe me Labin, e me njërë pas videoklipit, kthehemi bashk këtu bëjmë biseda. E shikuam edhe videoklipin, kurse tani këto momente është rralla që të bisedojmë me Arianit Villupojen. Përshëndetje dhe mirë se erdhën, jam në Një kafe me Labin. E shikuam edhe projektin tënd, është projekti i dytë, thuja i joti, por ky paksa ma mënyrë profesionale, urrite me muzikën që thojnë, një farë mënyre. Qysh shkoj përgjithësi, qysh u ka dokë, kush e ka punu këngën, kush e ka punu tekstin? Këngën e ka punu orkestrimin. Për men me dhe pytet ku mi harru. Këngën e ka Bollum Kastrati bashkë me orkestrim, tekstin e ku më shru në vetë. Është teksti i parë që e shruj, edhe besoj që u dalë mirë, unë e ndjej këtë këngë shumë. Klipin e ku më bo me Urban Graphics nga Gjilani, cilë ti përshëndes shumë sepse gjitha ideat e mija i kanë bo në përpikmëri edhe shumë mirë. Kështu që i falenderoj. Kuja dedikove? Pyetja që mas shpeshti mu ka bo. Si çdo i ri që ka eksperienca dashurie, nëse më i me thonë. Minore, dashurie. Thjesht më ka nimu për me marrë një inspirim mes natë për 15 minuta me shumë një tekst, edhe më ka kry punë. Okej, kur jemi tek muzika, ti zakonisht je mësu me kënu live, dhe ashtë ma tepër ku ke qenë pjesë e X Factori. Qysh është tash me këndu playback në studio? Unë jam shumë kundër playback, kom qef gjithmonë me këndu live, sepse kom qef me të regu që kom vlera vokale. Po edhe playback, pse jo, në përgjirime duhet në jetë. Po, është e vështirë kja? është e vështirë. Ma mirë nina me kënu live, është e vështirë kur kënoj playback e kom zonin për masë. A ke mendu se shumica, dhe me thonë që kanë dalë prej talent show, zakonisht e kanë formu një band dhe ja kanë fillu në për klabat Prishtinës me këndu e pas ta janë zgjeru edhe në për vende tjera. Ke mendu? Unë kom këndu një muj me një gitarist akustike, kemi pas dhe me thonë disa mrami në për disa lokalit Prishtinës, po ai stil që unë kom fillu me bo ma herët me pop balada dhe me këngët vjetra qytetare, nuk është që bo një shumë bëm nëse më me thonë. Edhe unë besoj që do ta bëj një band ose në përcjellje gitarist ose piano, për me këndu live. Okej, ke mendu për me njëre për projektin tjetër të radhës, se zakonisht si deli parë, si deli kë, që ka me më tjetër? Kam plane për kongën edhe klipin e ardhshëm. E di që edhe më thonë që s'ka me qenë më balad, është balada e fundit njëherë për njëherë, prej meje. Ka me qenë ritmike, ndoshta bashkëpunim. Bashkëpunim, a thu me kanë? A thu. Nuk e di hajlo, kur gjithë po kom qef me saktësisht me thonë se ndryshojnë planet, shtu që. Okej, Arianit unë për të falenderoj. Falenderit shumë, e presim me projekte të reja, projekte tjera kur të bonë. Falenderit shumë, ke knatësi. Falenderit. Falenderit shumë.